الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi veprat dhe adhurimet e zemrës. Jemi tek vepra të cilën e ka quajtur Kur'ani dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam al-mahabba, dashuria për Zotin e Madh subhanahu wa taala, dashuria ndaj Zotit të madhruar dhe të lartësuar. Përmendëm ligjëratën e kaluar dhe parakaluar disa prej definicioneve dhe përkufizimeve se çfarë është dashuria, çka është për qëllim me dashurinë, dhe përfunduam në ligjëratën e fundit në definicionin e 30 të cilat i sjellë Ibn Qayyim el-Juzeyri në librin e tij Madarijus Salikin, dhe tha se definicioni më i afërt, edhe pse më e mira, është që të lihet dashuria ashtu siç është. Pra të thuhet dashuria dhe ajo nënkuptohet se çka është për qëllim. Andaj tha definicioni më shumti që përmbledh realitetet të kësaj dashurie është definicioni 30 i Junaydit rahimahullahu taala. Pasi që përfundon Ibn Qayyim el-Juzeyri definicionet, edhe që zakonisht ne i kemi mbajt në këtë protokoll dhe këtë agjend këto ligjërata, zakonshëm është kur të kuptojmë vlerën e një adhurimi të zemrës, e një pune të zemrës, të parashtrohet pyetja si ta realizojmë këtë. Pra si të jemi ne ata të cilët e kryejm këtë vepër, e kryejm këtë punë të cilën e do Allahu subhanahu wa taala. Dashuria, të nderuar vëllezër, është problematike nga se është dhunti, është shpeshher instinkt, është shpeshher hedije, sidomos dashuria ndaj Allahu subhanahu wa taala. Andaj Zoti jon xhel xelaluhu në Kur'an e ka përmendur shpesh dashurinë e besimtarëve për Allahun dhe dashurinë e Allahut për besimtarët. Elusim Zotin e Madh xhel xelaluhu që Allahu na do dhe ta duam ne atë, dhe të na shpërblejën Allahu subhanahu wa taala me adhurimin e dunia e me xhenet në ditën e fundit. Vazhdon Ibn Qayyim el-Juzeyri pasi përfundon definicionin dhe thot faslun fil asbabi al-jalibati lil mahabbati wal mujibati laha wa hiya 'ashratun. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, kapitulli i ri, te kapitulli i dashurisë për Allahun subhanahu wa taala, mbi shkaqet dhe sebepet të cilat e sjellin dashurinë ndaj Zotit te bareke ve teala dhe domosdoshmërisht e bëjnë robin që ta don Zotin e Madh te bareke ve teala, dhe ato janë 10. Këtu te sebepet e kemi përmendur shpesh. Sebepi herë funksionon, herë nuk funksionon. Andaj para se ti përmendim cilat gjëra na animojnë për me dashur Allahun subhanahu wa taala, ne duhet ta dimë se fillim e mbarim kjo dhunti e Zotit. Atë rob që Allahu e zgjedh, ja ban punën që ai me dashur Allahun. Dhe pastaj sebepet janë vetëm plotësimi i fotografisë. Pra, atë çka do më pru pik këtu, Allahu ja gjen në rrugë, ja cakton në rrugë, ama ai e sjell subhanahu wa taala. Për këtë arsye, para se të marrim ne sebepet, duhet ta dimë se kjo punë është e Zotit xhel xhelalu. Andaj duhet ta lutsim shumë Allahun subhanahu wa taala që të na dhuron dashni për Zotin e Madh xhel xhelalu. Qase nuk ka prej vepra vëllezër që e ban robin me pak punë me fitu të Zotit si dashnia. Nuk ka vepër e cila e rrit punën e vogël si dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Ai i cili e don Zotin e Madh xhel xhelalu, edhe e pakta i numërohet shumë. Edhe i pakta i numërohet shumë. Ai që ka pak dashni për Allahun xhelala, edhe e shumta i numërohet pak. Pse? Se nuk e ka bën nga dashnia për Zotin e Madh te bareke ve teala. Andaj kur i ka thënë Anas ibn Malik radhiyallahu an pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se nuk kam shumë punë, për krahasim me Abu Bekrin dhe Uthman dhe Omer dhe Uthman dhe Aliun dhe të tjerë nga sahabët, çka i ka thënë alaihi salatu wassalam? I ka thënë ti do të jesh me ata çka i do. Pra fakti që i do
kjo ta mundson që të ringjallësh me ta. Për këtë arsye duhet besimtari të ushqehet në sofrën e gjërave të cilat ja plotësojnë dashninë e Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë sebepe të cilat I ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyje, të cilat mundesh me I marr. Çka do të thonë mundesh me ti mundesh me prek. Ti ke çdo që I ka përmendur mundesh me prek. Dhe në fund ta jep Allahu xhelalu ala me urtësinë dhe mirësinë e tina. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyje, 10 sebepe nëse I ban robi e afron dhe e sjell dashninë e Zotit xhelel xhelalu. E para për tyre është qira'atul Qur'ani bit-tadabburi wat-tafahhumi li-ma'anihi wa ma urida bih ka-tadabburi al-kitab alladhi yahfazuhu al-'abdu wa yashrahuhu li-yatafahama murada sahibi minhu. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyje, gjëja e parë që e sjell dashninë e Zotit xhelel, e përfundon çka dashnia. E përfundum çka është dashnia. Pas do të shohim edhe frytet e dashurisë. Tani jemi në rrugën se si të gjejmë sebepe, shkaqe, që cilat ne mund t'i prekim që të na afrojnë te dashnia e Zotit te bareke ve teala. E para për tyre cila vëzër, dhe kjo është gjëja më e lartë që ja mundson robit me dashur Allahun subhanahu wa taala. Sikur që kemi përmend tek tefsiri ku jemi duke I fol 10 sebepet të cilat e bëjnë robin me e kuptu fjallën Allahu xhelel xhelaluhu. Dhe të 10-tat në çka godasin të dashnia Allahu subhanahu wa taala. E para, leximi I Kur'anit me meditim. Çka tha më meditim? Tadabbur. Tadabbur është kur një diçka e I shkon prej në çosh, prej në skaj në skaj. Pra, kur andaj thonë tadabburul kitab, prej faqes së parë deri në faqen e fundit. Kësaj thonë tadabbur. Andaj Allahu xhelalu ala ka garantuar për atë I cili e mediton në Kur'anin tadabbur, do ta kupton se është prej Allahut. Ai I cili s'ka tadabbur nuk e kupton. Andaj njëra prej mangësive më shumë që I lën njerëzit në keq kuptime dhe në interpretime të gabuara është çfarë? Leximi apo dëgjimi I gjërave të cunguara. I lexon di faqe, I lexon 5 faqe pjatë librit, I lexon 10 faqe pjatë tjetrit, edhe kur ta këshish asnjë sen nuk e ka me pasqyre të qartë në kokën e vet. Nga se nuk I ka kristalizuar gjërat me tadabbur. Pe në fillim deri në mbarim. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyje, leximi I Kur'anit me meditim. Nga se çka tham në leximin e Kur'anit, çfarë ka? Allahu të kallzon kush ai. E kur ti e kupton se kush është Zoti e do. Kur ti e di se Allahu të ka kriju, Allahu të furnizon, Allahu të ruan, Allahu është me ty në çdo detaj tanin. Ai ti ruan qelizat, mos më shkatru. Ai ta ruan gjakin që ti s'ki idenë se si funksionon. Ai ti ruan organet e trupit që ti s'ki idenë se si janë programuar ato me funksionu si cila në vendin e vet. Krejt to ti ruan Allahu subhanahu wa taala. Vesh një begatit Allahu ja me ditë që ai është duke ta rujt sa I shkon borxh njëri ndaj Zotit te bareke ve teala. Ndërkohë që ne shumë pak dim për Zotin e Madh subhanahu wa taala. Andaj leximi I Kur'anit me meditim dhe përpjekje për kuptim. Kur ti lexon librin e Zotit xhelel xhelalu dhe përpiqesh ta kuptosh, kjo ka me të bëjë që me mritë dashnia e Zotit xhelel xhelalu. Nga sa Allahu xhelalu ala ka garantuar në Kur'an, alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët përpjekën, mundohen në rrugën tonë, ne I udhëzojmë ata. Pra ku I udhëzojmë çon te Allahu te dashnia për Zotin e Madh subhanahu wa taala. Pastaj çfarë ka thënë? Dhe ta përpiqesh ta kuptosh domethënien e Kur'anit. Dhe çka ka dash Zoti me thon? Çka ka dash Zoti me thon? Shikoj vëzë njeriu me njeri. Shikoj njeriu me njeri. Njeriu e don atë njeri I cili e kupton. Njeriu e don atë njeri I cili e kupton. Ja kupton dhimbtën, ja kupton muhabetin, ja kupton sikletin, e don njeriu. Apo dhe njeriu vëzë zakonisht ka nevojë me dikan me shkëmbyje, muhabet për me ecë në siklet, për me ecë në mërzi. Apo njerëzit zakonisht preferojnë me net me njerin I cili është I ngjajshëm kuptimet e tina. Apo për shembull, njeri pale sa I mëshëm më kanë. Jo inxhinier, doktor. Mirë po ti nuk e kupton ata. Ti nuk përshtatesh shumë me atë. Nuk I qef shumë me net me ta. Rrimin e njëri I cili ti përshtatesh me ta, kuptohesh me ta. Apo Allahu xhelel xhelaluhu
do që robi të përpjekët ta kupton çka ka dashur Zoti me thonë, që ta kupton se çka ka synu Zoti me fjalët e veta, nga se kjo ja mundson me e dashur Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, sikur që njeriu mëson një libër, çfarë do kof libri për librave të dijes, dhe mundohet me e shpjegu dhe me e kuptu çfarë ka dashur me thon autori i atij librit. Dhe shpesh ndodh kur njeriu nuk e kupton një mesazh apo një letër, ndihmohet me dikant tjetër. Thot çka thot këtu? Si është kjo? E kështu më radhë. Para më dhe zërë, para më ndo. Në shpesh arisilin për shembull që me mujt me e kuptue. Nëse dikush ti ta shon një letër, një zarf, edhe me adres të ti, aty po e supozojmë ka të holla, ti ka qu selam tyje, apo mirë, po problemi ase e ka nu një kod ati që me e qelë ti. Qka kishe bo? Ti për shembull e di se po e zojna një shifër të madhe po e lojna, qfar do koftë? 5.000, 10.000, 100.000 euro, ti ka gjutë tije. Mirë, po ti për me e qelë ata duhet me zbërthi kodin. A mun flen pa e qelë? A mun flen pa e qelë? Vjen njeriu thot, po sjeri thot, që kjo letra për ti, në ta janë 100.000 euro, ti ka quë. Po këtu anë një kod, është një ani në kinë e di që shqelet kjo. Ti s'ka, a mu arri rati, a be qysh mu jene me komuniku ma atë, të ma qele mu këta pse, të ti ka gjutë e pare. Së mba është rahat, ta qelësh kodin, ta merësh, ti mirësh do të holla. Mirë dhe zërë, Allahu gjelua shembulli ti është me i larti, e ka zbit Kur'anin. Apo, dhe shpesher ndodhë besimtari, mos me kuptu një ajet, mos me kuptu një sure, a nuk është e logikshme dhe e natyrshme, që njeri me thonë, po kush e kupton këta? Kush e kupton që këtë fjallë Zotit unë ta marrë vesh? Që ka dash me thonë Allahu subhanahu wa taala? Pra, kur vjen dhe zërë punat të dunjaja, të hollat, të materiali, të malli, ne gjejmë vrima dhe bira katë mumi, vetëm me qelë, qka? Qelë ma këta, qelë zarfin, qelë mesajin, qelë programin i cili ti përshimu. Shiko njerëz dhe zërë, si janë avancu sa shpejt i njojnë që qelët një adres, një akont, për qëfar do koftë, për i gjërëve të kësaj bote. Apo, mirë po, kur vim të Kur'ani, shumë pak njerëzit investojnë dhe mendojnë se Kur'ani kam i ardhë andër. Nuk të vjenë, vëzër, nuk të vjenë. Kitabun Aziz, libër i lartë, i cili refuzon që ti me të ardhë i gatshëm. Kjo është sebepi i parë. Pra, ajo e cila e bën besimtarin që ta donë Allahu xhelle xhelalu, është ta lexon librin e Zotit xhelle xhelalu. Ta lexon librin e Allahu subhanahu wa taala me ato kushte që i përmendëm në tefsir. Me ato kushte që i përmendëm në tefsir, duke u përpjek me e ditë se pika vjen kjo fjalë, duke e ditë se kush është folsi, duke e ditë se zemra është kusht për kuptimin e fjallës Allahu xhelalu ala, duke e meditua ta, duke u përpjek për ta lexua ta, duke u përpjek për ta zbërthyt çfarë dispozite. Vini re vëllezër, për shembull, Imam Shafi'i rahimahullahu taala ka dash me nxjerr një libër në dispozitat e juridikut islam. Thot kur e kam bani jetë me e shkrujt një libër mbi ahkam, mbi ligjet e islamit, çka lejohet, çka ndalohet, ama të gatshme. Thot e kum lexu Kur'anin veç për këtë libër 100 herë, pim fillim deri në mbarim. Pim fillim, ama ja kanë cakun i diçkaje, cilat janë halalat dhe cilat janë haramat, dhe kanë nxjerr rregulla. Kanë nxjerr rregull, 100 herë ka lexu. Ai ka lexu shumë Kur'an, vazhdimisht ja mor me atë punë. Mirë po, 100 herë ka kushtu veç ligjeve që thua ahkam. Pse ti për ta nxjerrë një ligj, duhesh me shiku krejt si janë formuluar këtë Kur'anin këto mesele. Për këtë arsye vëllezër, çështja e dashurisë te Allahu kërkon përpjekje, E dyta, thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id, fa innaha tusiluhu ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, sebebi i dytë është të afruarit, të afrohesh te Allahu me kryerjen e nafileve pas farzeve. Me kryerjen e nafileve pas farzeve. Sikur që ka në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se Allahu subhanahu wa taala thot në hadith qudsi, nuk afrohet diçka me diçka robit e unë më shumë se sa me farze. Apo e pastaj me atë çka nuk ja ka bë farz, me nafile. Andaj vëzër, dhe kjo çështja e farzeve dhe nafileve
dhe sidomos ibadeteve, për shkak se jetojmë në kohën e llafeve, është bë farzi dhe vepra nafile e fjala o bo farz. Ti shë njerin 40 sahat spriton me të kallëzu për islam, s'qohet mi falë 2 rekate namaz. O ti kur për merë gjithat energji me folë, se su për merë një energji të vogël me mora abdese me falë. Sunetet ditore su një falë. Sunetet ditore su një falë. A që me thonë vëzër, ata që ka pejgamberi sa me ka bëhe, ka qenë tradit, do me thonë, nëse ke shkue në Medinët pejgamberit alayhi salatu vesselam, kur ka qenë ai gjallë, edhe mas i ka vdek, edhe pyet për adhurimin, çka ka bëu ky njeri, Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, çka kanë me thonë për namazin? Por farzis diskutohet. Kanë me thonë i ka pas do sunete kur si kalon. Si 2 sunete sabahit, si 2 drekës e 2 pas dreke, para dhe pas, si 2 të akshamit, si të jacijës. Këto kur nuk i kalon, që janë 12. Apo, mirë, para me tjera sa ka falë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Këta dhe zëpse ka bo, mu afru të Zotë i madh xhelle xhelalu, mu afru të Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot, e dyta është prej sebeveve që afron të Allahu xhelle wala, të afruarit të Zotit me nafile. Ti dush mu afru të Zoti me kryerjen e atësaj çka ti shiko sikur i thua Allahu xhelalu ala. Ket ma ke bo farz, ta e kryta. Po ja dhe nafile. Nga se don mu afru të Zoti i madh te bareke ve teala. Pastaj çfarë thot? Nga se kjo, pra kryerja e nafileve pas farzeve e afron njeriu në derejën e mahbubijes. Çka është mahbubije? Ka për qëllim kur Allahu e do një rob. E do një rob. Sigur që për me shpjegu këta vëllezër, kam sjell disa prej shembujve. Ka pas disa prej dietarëve të muslimanëve të parë, sikur Sufjan al-Thauri dhe Sufjan ibn Uyeyne, apo dhe të tjerë nga ulemat e muslimanëve, kanë thënë 20 vjet jam lodh të u fal, pra pak si me zor, që 20 vjet tjera jam knas të u fal. A tjetri ka thënë jam lodh dhe derisa e kam mësu Kur'anin përmendsh. Tash Kur'ani më run mua. Pra, ideja o vëzër, që njeriu pak të lodhët, përpjekët, edhe pse ndoshta e ban do njerë me bezdi, derisa që i thënë anë me hin kalup, me hin në shtrat. Kur të ish në shtrat, ajo vetë runë tyje. Pastaj ti vetë Kur'anit të kalzon se ka du të me shkue, si du të me shkue, e vetë ta lip shpirti jot ushimin me namaz, ta kryesh me dëshirë. Andaj thot, pas dashuris kalon në atë se Allahu do tyje. Kjo është drejja e lartë e dashurisë të Zotit te bareke ve teala. E treta, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje. Dhe kjo vëzër thamë se meriton, nga se Ibn Qayyim el-Jauziyje për këtë të tretën e ka të shkruar një libër të tërë, El-Wabilu as-Sayyib. Andaj nëse na mundson Zoti xhelel xhelal donjëherë do ta shpjegojmë. E treta ka thënë dawamu dhikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali. فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, e treta që ta mundson si sebeb mu afru te Allahu subhanahu wa taala është përmendja e Allahut në çdo hall pa ndërprerje. Pa ndërprerje. Kjo është e treta. Apo, e para cila është leximi i Kur'anit. E dyta, falja namazeve farz dhe nafile sa të kish mundsi. Qështu afrohesh te Zoti. Dhe kjo ta shton dashnien. E treta, me përmend Allahun vazhdimisht. Dhe kjo vëzër është harru të njerëzit. Është harrua. Që të Arab e kanë përdorur shpesh për para vëzër, kanë thënë vënoje një shall, edhe dil kontrolloj, pra mos të shohin ato ti, edhe dil kontrolloj. Te na s'e ban çata. Mirë po. Kanë gjën, këshire të vetja jote, këshire në familjen tënde, këshire në rrethin kur ti jeton. A ka njeri që ti pak para se mi fol, o kon të bo dhikër? A kon të përmenë Allahu Gjellora? A mund është ti me dalë me e bon një shëtitje rreth kafeve dhe qajtoreve të muslimaneve, edhe ata me thonë hin ka dale se këtë janë të përmenë Allahin. Jo, ato thonë hin ka dale se ato lujtë futbolin me bon mi dole për para, të merë copa për para. Jo pi dhikrit aj pi, se aj ma të shisht aj ka kam të futbalerit ka shkojnë, se sa përmendjen e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe i njëti do mu krasu nesër mas nesër me Abu Bekrin dhe Omer radiallahu anhuma. Dhe s'priton, nuk priton me thonë, po i bën të mija, po kësha ka i bën të mija be. Ama ki zemën e ka të lith runa Zot.
me një lloj kocësie. Apo, ne nuk jemi të folë për dispozit halal haram. Mirë po jemi të folë për lidhjet zemrës, o vëllezër. Jemi të folë çish lidhet zemra i lidhet njëri zemra për televizor, për filma, i lidhen zemra për gjëra të ndryshme. Ajo çka e shton dashninë e Zotit xhelal është përmendja Allahu xhelal ala. Përmendja, vëllezër. Dhe ti shumë lehtë mundesh me testuar dashninë e Allahu xhelal ala. Nisja përmend Allahin. Që shumë thjesht, te shtëpia, shko te shtëpia. Edhe si dush me të spi, si dush pa të spi. Qish dush ti? Ndash me gishta, ndash me rruza. Nisja përmena Allahin. Ta dish, pa i bo kur kujt filma. Nësë janis me ta artë ran janis, së ne ban. Ta di se ki problem të madh me dashnin të Zotit Gjellë Gjellalu. Sepse ai cili e do Allahin, së në nginjet. A di që kanë botë partë e muslimanëve. I ka thonë njerit, a ka mundësi Allah mos me folë, se po më dekoncentron. I ka thonë familjes vetë, a mi jam të bo dhikër junin të më prënguë. Apo, të na që sho, po folë Allah mëse, una ashtu të dashta me folë me tije. Po pse së në folë me dhikër? Apo, për këta së ju dhe shumë e dhishtë. Bana e sapë kështu. Ebu Hurera të radhiallahu ani ka po 12.000 të spin dit. 12.000? 1, 2, 3, 0. A disa janë ato dhe zë? Në dit. Subhanallah, 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 alhamdulillah. 12.000. Apo, tëna janis mi bo të spit 33 që ka i ka sunet pas farzit. Te dera thot, ku i padave 16, 17 sa u bo. Se nuk kam su me bo dhikër me truri i tim lezu shpejt se sa të bohe. A mos flasim për dhikrët ditoret për nga Merit a.s. që i ka bo për shemë la ilaha illallah wahdehu la sharika lahu 100 herë, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilej. 100 herë në dit ka bo të ube. 100 astaghfirullah wa atubu ilej. Kërkoj falje për Allahut, pendohem tek ai. Vëzër, kjo kanë jeta e pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve të tij. Këto pjesët tjera që njerëzit me fodullëke dhe me kënari dhe me pretendime mundohen me kallëzu se kia do Allahin, kjo muhabet i cili jetë muhabet të na qëllëna muhabet pas darke. Nuk shkishka me po muhabet. Ama dhikr, përmendje zemrës, ushqimi zemrës me përmendjen Allahu te bareke ve teala është ajo e cila afron njeriu tek Allahu xha. Thotë Ibn Qayyim e treta, ta përmendësh Allahun në çdo hall. Me gjuhë edhe me zemër, edhe me vepër, edhe me hall, edhe me hall. Andaj, vini dhe që ka thot, hiseja, kismeti jot pi dashnis dhe Allahu Gjellë Gjellalu është sa ki ti hise nga kjo përmendje Zotë Gjellë Gjellalu. Pa bo shumë ike dhe labirinte. Ne e dojmë Allahun qatë sa e përmendna. Ne e dojmë Allahun atë sa e përmendim. Për këtë arsye dhe zërë, me gjuhë, me zemër, me vepër, edhe me hall. Çka do të thonë me hall dhe zërë? E shpjegoni Ibn Qayyim al-Juzeyni në vendet e tjera. Thot me hall është ku ka raste ku ti je angazhuar me një vepër tjetër që e ki pa tjetër me e kry, ama halli jo ti mren që ma i lidh me Allahin. Ti këtu je të punu, je i koncentrum, ama nër vedije i jetë subhanallah, alhamdulillah, sën rripa e përmenë Allahu Gjellë Gjellalu. Vezër duhet besimtari me e pru punën, mos me mujt me nejt pa dhikrin e Zotit Gjellë Gjellalu. Mos me nejt pa dhikrin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, kjo është e treta. E katërta, thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, i tharu mahabbihi ala mahabbike inda galabati el-hawa wa tasannumi ila mahabbihi wa in sa'uba al-murtaqa. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, e katërta që ndihmon prej sebepeve për ta dashur Allahun Gjellë Gjellalu dhe pastaj ta meritosh dashninë Allahu Gjellë Gjellalu është që ti jepësh përparësi gjërave që i don Allahu Gjellë Gjellalu mbi gjërat që i do ti. Kjo vëzër është testi me thik mas shumë di që lëndon. Kur ti e do një sen shumë, ta do egoja, ta do teka, ta do epshi, ta do shpirti, ta do nefsi, ta do trupi, ama ti kretin i thunë jo se Allah e ka baham. Apo, kjo dhe zë, kur ti, apo, jo është deri maksimum, a thu, Zotë e ka ndalu edhe pik. Që kjo dhe zë, kur ti kiksi momente njëtën tane, Allahu dhëron dashni. Ta mundëson me edash Zotën e madhë Gjellë Gjellalu. Që ti vendosët dhe zë, fara e dashni zemrën tane,
dhe ka mundësi pastaj nëse zhvillohet ajo bem e dashnijës, pastaj mundet edhe me dashur Allahu subhanahu wa taala. Nga se Ibn Qayyim al-Juzeyri thot, ka dallim me dashti Allahin edhe me dashti aj. Krejt ti çka i bana me dashti aj. Apo, me gjithë se thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, s'ka diçka më të lezetshme në dunja se ti me dash Zotin. A me dashta i ti e thot s'ka muhabet që po shkruan ata. Se me dashti Zoti, Allah na bëf fitën ya Rabbul Alamin, është që Allah më ka i knasht me tyje edhe me të fut në xhenet. Zoti na bëf nasib ya Rabbul Alamin. Andaj shikon njerëzit dhe zër, sot kënaqën, e keni vao sa për ta ilustruar. Një dost me pas, pak me autoritet, pak me post, më runa Zot më kanë donim mbret, donim kryetar. Me boj kryetar, ai ki bë dorën mi aqu, ai pahirive që ka çu kamerës, ki thot mu ma çoj. Mu përse host ka përshëndet tije. Ki kujton, po padam në për një me pas dost, po ti tranohet me pikëzimit, apo? Ki tranohet pikëzimit. Njeriu vezërosh, njeriu që një e dop emocionale, e thyme, e vladi vet ja thin zemrën. Me 3-4 llafe e vladi vet ja thin zemrën. Me i thon e vladi që e do, apo? Andaj shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë ka thënë hadith. Ka thënë burri i fortë, apo çuditë ka thënë një burr të fortë, i prer, hazim, i cili është i vendost, ka thënë ja rrotullon me në ngryë vet. Apo se çu ka po Zoti xhelel xhelalu. Por këtë arsye, nuk është çështja që ti e do Allahin, që jo me rancina, për sa na do vol, ama çështja me mritave tjetra që me dash Zoti madh se bareke ve teala. Çka e ndihmon këtë vëzër e katërta? Ti japësh përparësi gjërave që i do Allahi para asaj që i do ti. Kur të vinë te, a dhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, inde ghalabat al-hawa. Kur ti thu, a ta baj, a mos ta baj. A ti foli kësaj çikës, a mos ti foli. A harame ka, a takshiri, a mos takshiri. Kur ti thu, jo harama. Komplet që shtot njëri për djetarëve, rahimahullahu teala thot, kur ti ki qenja thot, foli be, veç ti përshëndetje jepja. Ti thu, jo, Zoti ka po haram. Kur ti ta do rakije po ti se pi, kur ti ta do kazinën po ti se ban, kur ti ta do një diçka po ti nuk e ban se Zoti ka ndaluar. Kur ti i kini diçka që të rri, kur ti ta lip muzikën, po ti thu, jo be Zoti ka ndaluar. Vezën, qëto momente, inde ghalebet il hawa, kur ti thu, akne, edhe ti thu, jo, Allah, që tanë që e ka dashtë Allah, që tu vjen furnizimi i Zotit, që tu vjen hidajeti Allah, që tu vjen bereqeti Allah subhanahu wa ta'ala. Për këta si e thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, në gjatë ghalebet il hawa, kur ti e të luftue, cilës mi dha përpasi, aksajna, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, wa të sennumu ila mahabbihi wa insa'uba al-murtaqa. Thot dhe gjithmon ti të ruatësh që ti afrohësh dashnive të ti. Gjithmon të gjinde që ti ku është Allahu xhelel xhelaluhu me gjërat që i donaj subhanahu wa ta'ala. Ka thënë edhe nëse mund gjitë ati o shumë nalt, shumë zara. A vëzë mës ta mendojmë se çështja është e lehtë. Vini edhe veç namazit. Allah inshallah na ban gjithmon me fal namazin, me rregull, me farz, e me sunet, e me nafile, edhe me dash namazin, se nuk ka diçka që ban robi më të mirë se namazi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe luftën, që është njëra nga veprat me mas shumë t'i vlerë hadithe. Me gjitha ta kur ka lufta dhe namazi, cële si ka thonë përparsi? Cële si ka thonë përparsi? Namazit. Ja ka hup një luft prej luftave pejgamberit alayhis salatu wassalam, lufta Ahzabit, ja ka hup i qinijën. Ka bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, o Allah, mbushja u varët me zjarën, se janë bon sebeb me hupi kindijën. Ndërsa me shka konë janë angazhum me luft në rukët Allahu xhelel xhelalu. E nap, ti pse hupi i qinijën ti? Unë ti pse hup ti i qinijën? Qa keve të bon, vëllo? A keve ti drejtu safat e muslimanve në luft, a ku keve? A qka, me qfar arsye? Para me vëzër ka bo doa, ka në o Allah. Me qëse, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, mu ko njani për neve që aty. Qa kish me thonë? Unë ka shtu luftu mëre, ka shtu luftu për qatë zot, qka ma ka bo? Obligim i kindijën. Me gjitha ta jo, ka thonë, që shumë hiki i kindija. Dhe seher që ka pasë një telashe, siklet, i ka thonë Bilalit, o Bilal, thire i ka metin që të sona pak, të falmi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe zër, tu vdek, qëfar sikleti ka pasë? Qëfar sikleti pasë? Namazin. I ka thonë Aishës radiallahu anha, thuj Eba Bekrit, babës tanë, dostit tem, le del imam namaz. Qëfar sikleti ka? E tu ndru jetë. Andaj, pejgamberi ka ndru jetë, tu thanë qëfar? Namazi,
Namazin. Me çka ka ndrujet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë tutjuni Allahin në raport me gravet juve. Me çka ka ndrujet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur ka dalë ka çel perdën në xhaminë e tij të ndershme alayhi salatu wassalam dhe ka pa Abu Bekrin imam. Ka kesh. Pra alhamdulillah, që këta e pash që Abu Bekri atu pri muslimanëve, tash pra u ka liru pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si i ka lanë musliman në saf, në xhami, tu fal, edhe imamu kanë ai që u kanë kënaqur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ngjitesh aty ku do Zoti te bareke ve teala. Ngjitu. Ti të vjen ran. Munoju me i bë veprat e sot i don Allahu subhanahu wa taala. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa in sa'uba al-murtaqa. Edhe nëse është i vështirë, shkallëzimi drejt asaj që ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Për shembull, vëllezër, namazin kur e ka përmendur Allahu në Kur'an, shumë laraman skena shkanar për namazin. Allahu herë lavdron namazlit. Herë thot ata janë që e trashëgojnë xhenetin. Mirë, po në surën Al-Baqara Allahu gjasë përmend namazin, thot Allahu xhelalu në Kur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Thot Allahu subhanahu wa taala, ndihmohuni me namaz edhe me durim. Vërtet kjo punë e madhe, punë e rëndë. Përveç atyre që i tutën Allahut, të cilët e dinë se kanë mu taku me Zotin. Pra vëzër, për kanë është i lejtë namazi, ai që ka thot, unë kam mu taku me Allahun xhelel xhelalu. Apo, e kur ti vëzër me vetë dëshirë ki dalë para Allahu xhelel dhe e falë, e ke kry farzin dhe e ke krye detyrën, Allahu le ta lehtëson në ditën e kiametit ndejen për para atina. Edhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, kjo me ketë ndeja atje më vahet këtu, atu kanë nejtë këtu po, atje ka me ta lehtësu Zoti jo te bareke ve teala. Andaj thot Allahu xhelel xhelalu në ditën e kiametit ne i thrasim njerëz me baru ku e disave ja u ndal kurrizin, nuk lakohet. Ata marrin hujum, mirë po nuk i lën Zoti jon te bareke ve teala. Andaj thot wa in sa'uba al-murtaqa, edhe pse shumë e vështirë, qase nuk ka let milan epshët dhe mu drejtu ka Zoti i madh te bareke ve teala. Kjo është e katërta. E pesta thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, mutala'atu al-qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa mushahadatiha wa ma'rifatiha wa taqallubuhu fi riyad hadhihi al-ma'rifa wa mayadinha. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, e pesta që e ndihmon robin me e dasht Allahun subhanahu wa taala, cila është vrojtimi, studimi, mësimi i zemrës për emrat dhe cilësitë e Zotit. Vazhdimisht i me thonë, kush është Allahu, kush është Rahman, Rahim, Tawwab, Alim, Hakim, Aziz, Melik, Kudus, Salam, Muhaimin. Kur ti me ndonë këto emrat Zotit xhelel xhelalu, dhe njeriu vëzër me emra mbushët, kur e din se këto emra kanë hakikatin çashtu që thuhet, nëse ka mundësi ti dikujt i thuhe, apo na kemi flet, ti i thu King, po haje këtë dëshka, s'ka lidhje me Kingin. Ama e dini vëzër se kur thoi Allahu Maliki Yawmiddin, çish përkthehet anglisht? Ai thën King, mbret, ama jo mbret o vëzër. Maliki Yawmiddin, ka ardhur hadith ai Buhari. Se pejgamberi ka thënë hadith, Allahu jo i merr krejt universin, qiellin, tokën në grushtin e vet. Edhe thot, kush o këtu mbret? Kush o mbret? Kur ti e di se madhria e Zotit xhelel xhelaluhu, dhe kur ti mediton këto cilësi dhe rri para tina që i ka këto cilësi, atëherë kjo ta leson dashnin Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit e dojnë madhështirën, e dojnë lartësinë. E kur ti e di se Zoti jot është i madh, është i lartë, është mbi 7 palqije, nuk fitohet, nuk ngadnjehet, s'ka kurkush ata që e mund. Ai ka kriju gjithçka. Dhe këti kur e di se ai ka dërgu këto pejgamber, çu shëriti para atina. Subhanahu wa taala. Sikur që përmeni Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, tha njëra prej mundësive që ta lehtëson kuptimin e Kur'anit, cila paramenojë i tu lexu para Zotit. A mund lexon let? Ti para hoxhës ka di mirë Kur'an, çu lexon let ti? Ti të shpia duket vete Abdul Basit me ato dëgjues në vesh. Ama heki ato lezo para hoxhës, apo ato se s'kan të ditë me lexue. Po ti duket vete, ama para më në me pas pejgamberin për para. A më lexon Kur'an? Si mundesh me lexue? Po para më në për para Zotit, ai i cili ka thonë këtë fjalë. Për këtë arsye vëzër,
duhet zemra vazhdimisht me mësue dhe me ungop me emra dhe cilësitë e Zotit e bareke ve teala, wa mushahadatiha, dhe të mundohet të jetë i pranishëm aty. Për shembull, kur ta di se Allah ka kuvet, para mendoj çfarë kuveti ka. Para mendoj për shembull veç vdekjen. Allah na lehtësoft të gjithë, ya rabbal alamin. Kur vdes njeriu, s'ka kuvet në qiellin tokë që e nal këtë akt. Qish ato në njëri? Shkon. Dhe a ka ta ka dikush me nal? Ja, s'ka ta ka. A mund shashti me paramendu? Nalu dhe paramendoje. Qfar fuqi jo kjo? Kur gjabe se në nal vdekin e njerit. S'kave fuqi. Ja do njeri me nal nanën e vet, babën e vet, fëmijën e vet. Allah thot, tërgjiuneha. Këthaj? Do me këthi, këthaje. O si me këthi mëra? Si me këthi, s'ki takat. Andhet atë Allahu Gjelle Gjelaluhu, walau kuntum fi burugjin mushejjede, ju edhe me hije në për kalaja, fortifikume, me gurzi, me forcë të madhe, ju zë vdekja. E lusim Allahu që Allah të nëzë me iman këtë vdekje. Nëse me vdekje në me vdekje krejt, ama vdesi me iman, apo jo, kjo duhet besimtarit a ketë shqetësime. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, dhe njohjen e mirë të këtyre emrave, dhe letë shëtitet vazhdimisht në kopshtin e kësaj njohurie, kur ti e din se Allah është i vetmi Zot që meriton adhurimin. Ajo është krijuesi, ajo është drejtuesi i universit, ajo është mëshiruesi, ajo është mëshirbërësi. Kur ti e di se na këtë Allah e kena më këthije, këtë Allahu kena më këthije. A më që para më në kështu dhe zërë, kur vdes njeriu, veç Zoti i mbetet aty. Na e varrosim, e lajmë e këthejmi në për të shpia. Edhe ti natën veç me Zotin e madh Gjelle Gjelaluhu me met. A mundesh me paramendu, ti mi thonë, unë nuk njoh, unë nuk e di kush je, s'kam një kur gja për tyje. Kjo është prej egërsisë dhe prej ignorancës së madhe cila kushton. Andaj ka ardhur hadith sa i Buhari nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, se kur melekt e pyesin munafikin në varr, kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush, cila feja jote, i thot, o kum ni unë me diçka, ama së ne kum ni mirë, se si ka pas mend atë, se si ka interesua jo. Andaj zë mësoj e mirë, kush është Zoti jot. Kur ti i thue, andaj ka pas disa prej parëve të muslimanëve, sikur që i ka përvete Ibn Qayyim el-Jauziyja në librat Ar-Ruh, edhe të tjerë nga librat e veta, edhe të tjerë nga dietarë sikur që ka përmend Ibn Abi Dunya, të disa prej parëve të muslimanëve, kur janë pyet, kanë thënë, çish kimi apo hallin kur të vënë me të pyet Munkeri edhe Nekiri, dy melek që të marrin pyetje. Ka thonë, çish kimi apo ato? Ka thonë, unë kam i marrë pyetje ato. E njohin mirë Allahin ajo. Kjo nuk e kanë thënë për minun çmun e udhu billah, po kanë dashur me thonë se çast mirë një Allahu, çast shumë kam jetuar me Zotin e Madh, çast shumë kanë lexuar Kur'anin dhe janë varë, kanë magjoruar dhe kanë bëu haxh kështu me radhë veprave, sa që kam i marrë pyetje me lek, a njihni mirë ju Allahin ajo? Kjo ka qenë nga, andaj shumë prej parëve të muslimanëve që kanë thënë, wallahi me marrë tash me lekul mauti, unë s'kam shka më shtuar. Unë s'kam shka më shtuar, se kanë bëu vepra. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Dhe nëse s'ma men, kur gjapi derës të ma e men që këtë fjali. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kush e një Allahun me emrat e ti dhe me cilësitë e ti dhe me veprat e ti, ka me e dasht Allahun pa tjetër. S'ka qare pa e dasht. Apo edhe njëherë, kush e njef Allahun Gjelle Gjelaluhu me emrat e ti dhe cilësitë e ti dhe veprat e ti, do ta don Allahun la me hale, pa tjetër e ka. Sepse ai i cili e merr vesh kush është Allahu, çfar emra ka, çfar cilësi ka, çka ka bo ai, njëri e do. Njëri vëzër është natyrshëm me e dash një vlerë. Apo natyrshëm, kur ti e di se për shembull një punë të mirë filani e ka bë, ti thu valla kanë njëri mirë. Kur çdo punë që ti e shef, apo ti për shembull për çdo send çka thua, ti për një ilaç me të kallëzue, çka për shembull o bë sebeb mu shpëtu plot pi njerëzve. A ke pa ti kur shkon te mjeku, edhe ta kshir fëmijën, edhe kujdese për fëmijën tan. Edhe për shembull bëhet sebeb e kalon temperatura, edhe kalon ajo smuja që ka pas. Apo sa mirë njohsi jeti ndaj atij. Megjithëse ajo ka sebeb. Allah e ka shnosh, ajo ka sebeb. Mi po ti i mirë njohs ndaj atina. Çfarë më njohë ka njëri i cili bëhet sebeb një doktor, e ban operacion në zemër, apo në stomak, apo ku ta dikun në vend të rrezikshëm dhe ai shpëton. Çfarë më njohë ky nin familjari ndaj këtij doktorit, i cili ka bërë sebeb.
Apo thot sun dal hakësh, u bone se be me pështu familjarin tem, me pështu familjen e kështu me radhë. Tani vëzër, para mendo ai i cili i ka kriju këtë këto, doktora, inxhinjera, mjeshtri, këtë ai i ka kriju. Këtë ai e ka dhënë trunin, e ka dhënë shkollën, mos me paspo. Ai doktori këtë kapacitetin ku e ka? Trun e ka. E ka në mene. Merja njëri trunit, o dhe jeti qment. Apo, me njërin veç hekja sistemi nervor, edhe shlojnë livad. Së shki për kule qonë ma ata. E mirë, këta kush e ka thonë? Rabbul Alemini, Allahu Gjelluala. E tash kur ti e di se kretat mira që ka egzistojnë, Allahu ne ka thonë. Këta, fillim e mbarim, el awwal wal akhir, fillim e mbarim. Sa du të me dash këta? Kur ti e din se nuk kam as një grimc begatije, veç sa Allah e ka thonë. Dhe kjo veç ka që zoti Ibn Qayyim el-Jauziyje, ti nëse e këshir begatin të tjetri, ti parë me në vëzër, ti përshem veç me kjo, sa Allah ju ka thonë njëzë shpia, sa tregti, sa pasuri, sa e vlat, sa të mirat pandalshme, çdo sabat, çdo akşam, ti veç këtë mahal me dal, apo veç me dal, veç me shi njëzit sa hajnë. Po jo këtë është therje e një dele, e një lope, të na deve s'ka, po therin kafsh, për me ta pru tyje, hamburgerin të tavolina. Kreto begatie Zoti Gjelle Gjelalu, kreto begatie Allahu Zot, sa uj pijet, sa langjët pijen. E kështu më radhë prej begative Zoti Gjelle Gjelalu, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, kush e njeh Allahun me emrat e tij dhe cilësitë e tij dhe veprat e tij, do ta don Allahun patjetër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, për këtë arsye, thot ata të cilët i mohojnë emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, janë njerëzit të cilët dalin si rrugaç në rrugën e cila çon te Allahu te bareke ve teala dhe i ndalojnë mes zemrave dhe arritjes deri te i dashuri. Por ata që nuk mirën me Allahun dhe nuk i lexojnë emrat e Allahut, dhe cilësitë e Allahut, dhe nuk i besojnë ato, ata thot dalin si rrugaç dhe i ndal. Pra ata që pengojnë prej rrugës së Allahut subhanallahu, asa kemi sot vëllezër. Sa media, sa gazeta, veç prit diçka të vogël dale kundër Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, një problem e kanë njerëzit e mjeruar dhe të dështuar, se nuk nalet më dilli me durët e tua. Nuk nalet dilli. A feja Allahut o më e madhe se dilli dhe se hana dhe se qilli. Sepse këtë fe ka zbrit ai që ka kriju dillin, e hanën, e ditën, e natën, dhe kot që ka japi njerëzit zor. Apo kot, ma e frikshme o vëzër është shëmtimi që i bëhet fes nga ata të dhët janë të lëkurës tonë, se sa ai cili e shanë fejnë prej hasmive. Sepse na e dim se e shanë ai saj, apo loj palace ka dalë e shanë fejnë, nuk ka problem. Ama kur ta shaje me veprat e liga, si mendojnë ana o vëzër, spesher, a i duhet kësaj feje sjellja e keqe dikujna? A i duhet Muhamedit alayhi salatu wasalam dikush t'ja animon fejen me të keq? Po me pas dash ashtu pejgamberi e kish legitimu ata. Çka i tha pejgamberi Ebu Bekr Sidikut kur një njeri dhe e shajti? Ja nisi një njeri me shaj Ebu Bekrin, shaj, Ebu Bekri veç po ban sabër. Edhe filloi me keq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më i herë të hunë Ebu Bekrit, edhe ja kthai një herë. Edhe u çu pejgamberi sa shkoi te shtëpia. Edhe Ebu Bekri shkoi mas. Tha ja Rasulullah, ai kur më shaj ke mu ti keshe. Unë një herë ja ktheva, ti u qove, shkove. Pra, për jashtë duket sikur ai më shaj ke ti keshe, unë e ja ktheva, ti ike. Çka i tha pejgamberi sa? O Ebu Bekr, kur ai të shaj ke tyje e ti bajshe sabër, unë e shifsha me lekun të mbrojt. Edhe mu kesh ke qysh po të mbron me leku i Allahu Gjelluala. E kur ti e a ktheve, i ku me leku, i ka dhone. Shkoj me laqa, shkova dhone. Andë shka dhe më vëzër, ti, sot për shembull, sa na pi mrena na e shumtojnë a islamin, mos ki frik ti pi atinve komunistave që ka e shajnë fejrë, se kejt e dim se janë të shah. Ama kur ti falësh, edhe je me epitet fetar, edhe ke vesh tesh petkun e fetarit, edhe të islamit, edhe përkacohesh, edhe ban sjellje që njerëz me kuptu se që kjo e islami, ndërkohë që s'ka lidhje me islam, e që kjo a thika ma e dhimbshme, sepse këtu prek në asht, tu ti ndetën i tu prek në koc, a e kur gjonë së më prek, a e veç me jashtë,
Ata janë të lehura. Apo mirë po, kur ti veshësh me islam, kur ti veshësh me petkën e muslimanit, edhe pastaj e përdor sjelljen e Ebu Xehlit për me ndihmu fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ec. Dhe se ai duhet fejes më të mirë. S'ka fe më të mirë se Islami. Ai duan sjelljet e këqija? Jo. Na kur ja prezantojmë botës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka i thojna? A pe pranon apo ta thaj krijen? Po thos ka dalë valla. Po anki njëri më i mirë. Po çai do mbo? Po shikova se sa duket keq. Sa duket keq. Ti kur i thu dikujt, bujron buk me hangër. Ai thu, apo ha po pika pika. Jo, bujron e kemi përgatitur për juve, hani ju boft mirë. Mirë, dikush thot s'po duhen me hangër. Në rregull jemi. Si dush me hangër, ja kjo. Ti munohesh me lavdru apo ushqimi mirë, pije mirë. Kjo është në rregull. Ti derisa e lavdron në rregull, ai ta provoje vet. Ama, a mund na mi thon, apo ha? Apo çish këto vëllazë? Ç'mund mi thon ti dikujt? Ai tuhime pranun Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk shkon këto vëllazë. La ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. S'ka nevojë dhun fe. Sepse a mund mi thon ti dikujt kështu? Ai të pranun që kjo dill, ha? Apo edhe me kërcënuar. Që o ka dalëve, po dilli shifët mëre. Ti me të pa dikush tu e shpjegue se kjo dille, kjo del sabah, në akşam perëndone. Çka i thot dikush që jep zor shumë? O dhu leze ki kanë të quaj natë. Ai dilli shifët mes ditë. Pa na bashkë me se njerëz nuk e dinë se feja islame haka. E dinë edhe e dinë. Intelektualët e tyre e dinë, akademikët e tyre e dinë, njerëz të mëshëm të tyre e dinë. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam, o ju e dini më që un jam pejgamber, mos jepni zor. Muslimin zonë e dini që jam pejgamber. Po juve keni probleme me e pranue. Për këtë arsye vëllezër, feja islame e qartë. Feja islame ka parimet e qarta. Edukata islamit e qartë, morali islamit e qartë. Andaj s'ka nevojë në islam ti me huazu pi xahiletit me animu fejen. Apo? Keni pa thot, o këto s'morin vesh pak. A keni pa thot, këto s'morin vesh pa ju shku pak me xahilet. Kush tha more ti kështu? Kush ka mësuar ti kështu? A më në kështë e bakë ati para pejgamberit a.s. Me thonë, ja Rasulullah, a më le unë e pak këto ti himet shame, unë që shdije. Ojnë sa, unë s'ka marë për këtë punë. Unë ka marë me e drejtu këtë punë. S'ka marë ti me ta leju në gjahiletin, ti të ma nimosh mu e fejër. Nuk shkon kështu, dhe zërë, nuk shkon kështu. Duhet farë, duhet me i përdor moralet islame për të dihmue fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, dhe ka për njëzë se dalin rrugë dhe e pengojnë ligjin Allahu subhanahu wa ta'ala. E gjashta, thot mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinati wa dhahirati fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, e gjashta është ta shikosh, ta shohësh mirësinë e tij, begatinë e tij, të mirët që ti ka dhënë ai, të jashtme dhe të brendshme, nëse të gjitha këto të nxisin me dashur Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye prej gjërave të cilat e fusin dashninë e Allahut në zemër, cila që ti numërosh begatit. Dhe kur ti numërosh begatit, dhe zot, ka të sillesh ti thuj, Allah më ka dhënë këtë. Allah elhamdulillah ka dhënë Zoti, edhe këmishën shkëvish, elhamdulillah ka dhënë Zoti kam ble. Elhamdulillah ka dhënë Zoti më ka dhënë këtë. Krejt. Mos u mundo me ja përkatsu djersave tua. Po përkatsoja Rabbul Alamin, ai i cili ta ka mundsuar. Dhe sa më shumë që ti i përmend të mirat e Allahut, dashnia bëhet më e madhe për Zotin e Madh Xhelel Xhelalu. Çka ki ti diçka për të mirave që nuk është e Zotit? Andaj Ibn Hazmi rahimahullah kur flet për këtë kapitull, thot ti realisht nuk vlen për kurrë. Qase gjithçka është Allahu, anë s'nja patina kurrë. Po Allahu prej begatisë vet të ka kërkuar ti ja shitësh atë çka është e tina. Por që Allah ta jap trupin, edhe thot, ama jap ta kthej në xhenet. Realisht të kanë nxjerr ti në pal, pa u kanë pal. Se ti nëse thue, për shembull, i dhash 100 euro për Allah. E 100 euro të kujna kanë? Të Allahut. Pra të ka bo ty në syretin e palës e cila i ka dhënë 100 euro, në realitet i ka dhënë Allahu gja pite ti të aj tjetëri. Pite ti të kaj tjetëri. Mirë po, ti ta ka mundësu me bo veprën. Ti ta ka mundësu me bo veprën. Pra që sa në është e Zotit Madh Xhelel Xhelalu, kur ti kujton vazhdimisht begatit e Zotit. Begatit e Zotit. Vëzë shiko, a e dini se sa begatit, si kur të pezulloheshin për pak sekunda, do t'ishte shumë vështirë me e kompenzuata. Për shembull, sa duhet njeriu me pagujt
nëse ishtë pezullu shikimi 5 minuta, sa pagun për shembull me takthije, s'ka ai kur s'nda be shikimin. Për shembull i verbori, lind i verbor, a ka takat diku që ja be shikimin? Lind shurdh, Allah na rujt. A ka diku që jep? Lind pa mend. A ka operacion mas operimit apo ki del dietar? A ka? S'ka vëzër. Allahu begati ta ka dhënë, ti sheh dritat, sheh dunjan, sheh këtë mirat e Zotit, kjo kushton vëzër. Ka diku kush nuk shef. Apo andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo besimtarit që Allah ja merr dy të dashurat e veta, dy sit, edhe ai ban sabër, Allah ja kompenzon me xhenet. Pse o vëzër? Se begati e madhe. E paramosh tash ti këtë begati shkon e kullot ku s'duhet. Shkon këshirat haram. Allah thot leçi si sa të shku ndërmend gjatë tan ditës, a shkon vëzër ti ndërmend kur qohesh sabah? Elhamdulillah jam tu pa ala. Mundesh me pa. Pejgamberi sa çdo mëngjes ka thënë vëzër. Çdo mëngjes sabah, apo çka ka thon? Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Zonë, lezet e mburoja muslimane. Ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo sabah që është quhet, minjëherë ka është kthjell për gjumit. Ka thënë elhamdulillah, i cili apo falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili na ngjalli pasi që kishim vdek. Ti vdek ti kon. Ki mujt mos muçu. Ki mujt me ra pas jacie edhe mo në ahiret. Kjo vëzër çdo natë është mundshme. Një natë ka me rok. Një natë ka me rok. Ta di se një natë ki me ra, e s'ki muçu mo. Inshallah me iman, ja Rabbel Alamin. Mirë po, ti kur e di se u qova, elhamdulillah, kjo begati e madhe Zoti që të punon gjithçka. Fakti që ti qohesh ta ditë dhe shkon në spital. Kjo kushton, shumë kushton, e ti nuk falenderon. Andaj, kujtimi i begative të jashtme dhe të brendshme është prej mirësive të mëdha të Allahut te bareke ve teala, e cila nxit me dash Allahun subhanahu ve teala. E shtata, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa huwa min a'jabiha. Dhe kjo është prej më të çuditshmeve. Inkisarul qalb bikulliyatihi bayna yaday, wa laysa fi at-ta'bir an hadha al-ma'na ghayru al-asma'i wal-ibarat. Thotë e shtata është. Dhe kjo është ndër më të çuditshme, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy. Ta thyesh zemrën me tër qenjën e vetë, qka e ka dhe tërë qenjën tane, thyjesh me gjithë zemër për para Zotit Gjelle Gjelalu. Pra, të kalzojsh fukarallëk dhe përullje dhe dorëzim për para Zotit, se ti e do Zotin. Sikur i lutesh, o Allah, dujem, o Allah, pranom, o Allah, mësë më shtin gjehenem, ban më nasib gjeneti, e lut dhe i përgjërohesh. Thot i bankaj me vini rejvëzë. Thot, volej se fi ta'biri an hadha al-ma'na ghayru al-asma. Thot, na për mu shpraje për këtë pun, s'kena mundësi pos me përdor emna dhe shprejhe. Për ndryshe kjo e te kalon. Pra, ndjesia dhe manaja që është në atë që e ka thy zemrën për para Zotit, s'ka fjallë që përshkru. Thot, mirë po na përshkak se s'kena jashtë të fjallëve, na du të me përshkru t'i qish. Mirë po thot, kjo është gjëja të cilën të afron të Allahu të barë dhe të ban të dashur të aj. E teta, thot, el-khalwatu bihi waqt an-nuzul al-ilahi limunajatihi wa tilawati kalami wal-wuquf bil-qalb wa ta'addub bayna yaday thumma khatmu dhalika bil-istighfar wat-tawba. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, e-teta është veçimi apo vetmia me Zotin e Madh te bareke ve teala në kohën kur Allahu xhelal xhelal zbret në qiellin e kësaj bote. Sikur që ka në hadith ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam se Zoti xhelal xhelaluhu në pjesën e tretë të natës zbret në qiellin e kësaj bote dhe i drejtohet lutësve dhe atyre që falën natën. A ka dikush që kërkon falje ta fali? A ka dikush që më lutët e unë ti përgjigje në matina? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, me u ngrit natën dhe me u vetmu me Zotin tanë, duke fal namaz dhe duke lexu Kur'an, apo dhe me ndejt me zemrën tane me edebin më të lartë me Zotin tanë. Dhe kjo vëzër është, sikur që thojnë disa prej dietarëve, Allahu i mëshiroft të ata të cilët kanë vdek prej njerëzve që kanë bërë këtë punë. A ka sot dikush vëzër që qohet natën special me abdes, jashtë farzeve, edhe me zemër thyer, e lexon librin e Allahut dhe flet me Zotin e vet xhelel xhelalu? Shumë pak e bën këtë punë. Megjithëse na besojmë që në tokë ka kësi njerëz, ne po flasim na për rrethonat tona. E lutim Allahun që Allahu na përmirëson.
Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e pastaj kur ta krye namazin e natës, thot e përfundon këta me istighfar edhe tauba. Istighfar edhe a mu para më masi të falet namaz natë, sikur që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Masi ka kryer namazin e natës, ka filluar me bëj istighfar, o Allah falem, o Allah kërkoj falje për ty, e pendohem te ti, se s'jam fal çish duhet. Para unë e ti që s'fal me hiç natën. Aja që ka fal ta natë namaz, edhe në fund e ka përfundu këta me istighfar. O Zot falem se çka andaj ka thonë pejgamberi hadith, la uhsi thana ana alejk. Ka thonë smuj me të lavdru sa meriton. Inneke kema ethnejte ala nefsik, vërtet të Allah ti e i madhë sa e di vetën. A unë nuk e di, sti unë me të madhru sa ti e meriton me të lavdrua. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e në anta është mujalesetu el-muhibbin as-sadiqin والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. kjo dhe zërë është shumë e ranë. Mirë po Zoti inshallah na ndihmon të gjithëve. E nënta është ndeja me ata që e dojnë Allahun besnikrisht. Dhe vjelja dhe marrja me kujdes të mirë, të përpikt, të fjalëve të mira të tyre dhe fryteve të fjalëve të tyre, sikur që i zgjedh të mirat prej fryteve. Dhe nuk flet pos kur e sheh se më e mira me fol. A ne të na di kur më e mirë me fol. 24 ora më mirë me folna. Ti kur uresh me zlis, a e shkon me na ndonherë? A du të me folën as du të me fol? Jo të na di ço, a du të me fol. Të parë të muslimanë nuk ka kështu vëllazë. Thotë Aisha radhiyallahu anha, kanë mujt njerëzit ta njavën me ja numëru pejgamberin fjalët. Aja kon pejgamber, çka ka fola kon ilm? Çka ka fola kon ilm? Kanë mujt njerëz me ja numëru, çka fjali ka fol sot? Para më nego vëllazë. Me shluti. Apo provoje, se cili ka recording të telefonit vet. Shle pin sabah deri në sabah. Ki mu gërdit pi vetës. Boll more mo kimi thon? Boll mo mos fol. Vetës tonë, po ti nuk e ndjen nga të folit të shumë. Nga të folit të shumë. Andaj mundoju me nejt e para me njerëz që e dojnë Zotin e Madh xhel xhelalu, që kanë cilësitë muslimanit, e dojnë Kur'anin, e dojnë hadithin, e bajnë namazin, kanë edukat, kanë fetari të shëndosh. Kanë fetari të shëndosh. Jo vetëm përkatësin fe dhe ka dalim. Ka dalim u përkatësu në fe dhe mu kanë fetar. Mu kanë fetar, vëzër. Gjithë shka men nga pejgamberi alayhis salam, gjithë shka men nga Kur'ani. Jo ti je bon 97% që ashtu të shikon gjahil, o një 3-4%, po valla e du në fejën. Kështu më hicaleto. Ti pisi ke në islam, që ke ndruhe valla? Që ke ndruhe? Ti që menon? A veç pse jep zor kujtona? Po mi dhonë zor vëzër leto sot. Sot mjafton një telefon edhe me i tranu njerëzit. Ama me dash Allah, me fetarit shëndosh. Apo, kjo mesele tjetër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, dhe mos fol në shoqërinë e njerëzve që e dojnë Allahun, pos nëse e sheh që më mira me fol. Dhe kur e di se nëse ti flet, e shton hallin tan nga e mira. Edhe e shef se dobia e kësaj fjale është e lëvërdishme për tjetërin. Veç atare kime fol, për ndryshe jo. Pra kësa i shaj thonë vëzër, shoqëria e mirë. Nuk ka mundësi o vëzër ti me net me njerëzit që kanë cilësi të ignorantëve, cilësi të rrugaqëve runa Zot. Nuk kanë cilësi as të hadithit, as Kur'anit, as të edebit pejgamberit alayhis salam, as shokëve të pejgamberit salam, as të dietarëve, e ti me ingja atyne. Jo, ki me ingja qitina. Ti nuk mundesh me ingja dietarëve, e sahabeve, tabinëve, kur nuk shoqërohesh me njerëz që gëzojnë kësi cilësi. E dush me nejt, njeri u vëzër vjedh nga tabiatin tabiat, ja merë, ish pa vetë e merë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e 10-ta, dhe kjo është e fundit nga këto shkallë që i ka përmend, ka thënë el-ashiru muba'adatu kulli sebebin jahulu bejnë al-qalbi wa bejnë Allahi azza wa jall. E 10-ta është që ndihmon me dashtë Allahun subhanahu wa ta'ala, është të largosh dhe të largohesh nga çdo sebeb që ty vendos mes teje penges dhe zemrës tane që të afrohet Allahu xhel xhelal. Pro çdo sen që ka vendos mes teje dhe zemrës tane që të afrohet Allahu xhel xhelal, këtë sebeb largoje. Kur ta shih vëllezër se një mezhlis në ta përveç gibetit dhe sharrës të muslimanëve dhe asnjë hadith përmendet, dhe asnjë ilm nuk mësohet, dhe asnjë edeb nuk shtohet, asnjë halal nuk mëson, as pini harami nuk largohesh.
çka kemi fituar ti? Kjo sebeb që të largon prej Allahu xhelel xhelalu. Madje ka mezhlise o vëllezër kur ti harron Allahin ta hiç. Harron Allahu xhelel xhelalu. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka dash mezhliset ku përmendet Allahu subhanahu wa taala dhe ka thonë melekt sillen dhe kërkojnë mezhlise ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Andaj largimi nga çdo shkak i cili shkak bëhet pengesë me zemrës tonë dhe Allahu xhelel xhelalu. Kur ta dish se nisan, çka do koftë ajo? Që ky sana tu pengu mua mu afru të Allahit. Nale. Kur ta shif se çka do koftë ajo, televizor qoft, kompjuter qoft, shoqëri qoft, çajtore qoft, a tu të pengu pi Allahit, pi namazit, largoju. Nëse dikush o vëllezër nuk ta shton, ka njerëz me ne ti 20 vet me ta, një llaft mirë besën e ngon. Një ilmë së në mëson bëja tina. A mos flasin për qia që ka përfiton bëja tina. Ama një ilmë së në, njëherë nuk thot të inimojmë një fukarajës, njëherë nuk thot të angojmë një gjerat, njëherë nuk thot të alizojmë një libër, njëherë nuk thot, abe ta përmisojnë a këtë karakter, se jemi bëhe runa zot. Që ka përfiton me për kësa shëshërije ti? A ta afrojnë këto vëzër të Allah? Jo, ndërpreje. Dhe merri mjetë për ndërpreje. Për këta si thot i bënkajmë gjëzje, e dhjeta është që të ndalësh dhe të ndërpresh çdo sebeb që ta nal ty zemrën me shku ka Allahu subhanahu. A vini vëllezër, çka tha i bën kamizën në fillim, kur e përmendëm fillimin e këtij vargit. S'ka send më i ndihshëm te njeriu se zemra. Me pak i dhnohet, me pak pajtohet. Me një grinc e rrotullon, se është zemra. Andaj është quajtur zemra qalb në gjuhën arabe nga se yetaqallab, rrotullohet. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala ti mbush zemrat tona dashni për Allahun subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të na mundson me lexuar librin e Allahut, me marr nga suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu të na mundson me marr nga moralet e Islamit, nga edukatat e Islamit. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu të ndihmon kundër epsheve tona, na ndihmon kundër tekave tona, na ndihmon kundër harameve të cilat ne provojnë në jetën e kësaj bote. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na jep sukses në dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe të na regjistron prej atyre të cilët Allahu i do dhe ju ka bënë nasib xhenetin e madh. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti xhelel xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnor, nevojtar, jetimat, të vejat, që gjithë Allahu të jap nga begatia vet, nga rahmeti vet, e çdo zullumçar Allahu të ngatron me zullumin e vet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.